Ti tham krejtorit, e këta që i kytën? A mune me ne t'josh me kytë Mund të josh me t'njën? Unë kam lanë krejt shpirtin tim ke ato shtëpia atje. Erdhëm qiftet reja këtu, i lindëm fëmijën këtu, u rritën fëmija këtu, u plakem na këtu. E marë sot, mas 33 vjetë, me na gjithë rrugë molle, për zotin a gjina për ne. Jemi në qytetin e Lezhës me një grup të revoltuar banorësh, të cilët presin dita ditës të nxirren jashtë nga shtëpitë e tyre, sepse bashkia ka vendosur të ndërtojë një qendër për të moshuarit. Nëse do të ishte kaq e thjeshtë, nuk do të kishte asgjë për të revoltuar. Një projekt për të moshuarit do të ishte i mirëpritur nga i gjithë komuniteti, por në fakt gjërat janë disi më të ndërlikuara. Gjithë këta si jena këtu, edhe kena shumë më shumë se nuk ndodhen këtu, jemi banor të këtij objekti. Kur kemi ardhur në fillim, ky objekt ka qenë i ndërtuar vetëm si strukturë. Kur jemi futur në tan vitin 91. Shërbatime, rregullime, gjitha i kemi bën ne. Ne erdhëm si gjithë tjerët, si erdhëm prej anës, u myllin punët, u myllin minirat, gjitha punët edhe erdhëm u futëm këtu. Gjithë ishim çifte treja. Ku keni banuar më parë? Në Tropoj. Ju nga vini të gjithë? Na jena Lezhë. Ta janë gjithë. Ta janë gjithë. Na jemi nga Lezhë. Kjo ndërtesë është ndërtuar nga Morgeshat në vitin 90 si hini demokracia, filloi feja, dëshën të më ndërtu për kopsh për fëmijë. Çfarë u bë pastaj? E lanë si objekt, pa përpunuar së morën më me ta. Një vit gati ka rrit boshkaret komplet, ku jena fut në këto. Ato ja Morgesh ka dek, ka pasnet të kaloja, ne i kemi shkunja 5-6 familje ka dhënë futnu, aty se nuk i zirë e po situatë që ishim me fëmijët vegjël, komplet, e s'kishim ka me shku, u fut më aty. Përveç Morgeshave, nisur nga nevoja e këtyre familjeve për strehim, edhe pushteti vendor i asaj kohe ra dakord që ata të akomodoheshin aty. I këtu ka pasken atë kohë Agrondibra, 91-shin, unë ka quj këto ven aty, fotos reu, e arri aty si nuk të lot kush. Tu kanë shumë kryetar bashkie e nuk na ka lujt kush. Duhet të kujtojmë se bëhet fjalë për fillimin e viteve 90, ku në të gjithë vendin në mas, pronat shtetërore, fabrika, uzina, ferma, u kthye në komplekse të improvizuara banimi për persona në nevojë strehimi, shumica të ardhur nga fshatrat. Të gjitha ato familje janë aty edhe sot e kësaj dite, madje një pjesë e tyre edhe me dokumenta. Na thonë me dalosh, unë jam veti 6 i pa punë, jam me i fëmijë 2 javësh, më thotë ai 6 fëmijë me qiraj, për i vit të pagoj qiron. Pastaj pas një viti, shkoni ka dëni, bani çfarë dëni duhet pagoni vetë. Keni mundësi ju të përballoni shtëpi me qira, shtëpi tjetër? Po mundësi jam veti 6. Çfarë punë bëni zotrim? Ku gjem, me shoshni, bojmë rroba, shkojmë hapim kanale, pastrojmë. Ne dojnë me ne edhe në rrugë, mirë si pa bujmë për çdo buket, pa dojnë me ne edhe në rrugë edhe pa punë. Kjo nuk është hera e parë që këtyre banorëve u shpallet luftë për t'i nxjerrë nga shtëpitë. 30 vite më herët, ata do të kishin një problem të ngjashëm. 95 në erdhën për të na nxjerrë jashtë. Edhe ne shkuam te gjykata në Tiranë. Gjykata na dha letrën që ne në mënyrë absolute mos na nxjerrin kush jashtë. Por cila është arsyeja që një ditë në mes të dimrit, Bashkia Lezhë vendos të zbras këto banesa të harruara nga vëmendja e pushtetit për gati një jetë. Do më largu si bëj çfarë do më bëj ata, pallate. Në realitet, në shkresën që Bashkia Lezhë u ka dorëzuar banorëve më datë 20 janar, thuhet se këto ambiente do të shërbejnë për ndërtimin e qendrës ditore për moshën e tretë. Dhe duke qenë se përdoren në mënyrë të palishme nga ata, u njoftuan se ishin të detyruar t'i lironin deri më datë 5 shkurt, ose ndryshe ndaj tyre do të përdorej forca. Kjo në fakt u duk se ishte një formë presioni, sepse 5 shkurt i kaloi dhe askush nuk shkoi ti trazonte banorët në ambientet pas katedrales. Pavarësisht kësaj, frika mbetet, sepse askush nuk e di se çfarë mund të ndodhë sapo të kalojë 11 maj, data e zgjedhjeve parlamentare. Eksperienca e ka treguar se në shumë raste pushteti e ka mbyllur njërin sy përkohësisht në këmbim të votave dhe më pas i ka harruar premtimet duke vepruar me forcën e ligjit. Por më tepër që në rastin e kësaj ndërtese kemi të bëjmë me një projekt konkret. Ta thojnë sociale, po çfarë sociale janë 5 villime 500 metra këto. A konvikti 3 kaç atje. Sa banesa janë këtu, sa ndërtesa? 15. Po sa familje jeni? 15 familje, secili për një godinë. Kryetari kur ishim para të ditëve, na basa është pronë e bashkisë. Po ne nuk kena të bashkisë, a nuk kena në zhonë të ti, mund ta bëjnë edhe godinë edhe për ne këtu. Sa është gjithë ai vend këtu. Jo me bën një godinë 3 kaçe si thot ai. Po me bë 5 pallate këtu. Da bëjnë edhe ne social. Se jena pa shtëpi, në rrugëve jam me 3 pa rrugëve. Ku të shkojnë, ku të myte me i pension që marrën nivelitetit, 120.000 lekë në muj. Ku të haj, ku të pi, atë pagu që ranë, atë hajnë bukë mija, atë marrë ilaqet e mija. Por gjendja e vështirë ekonomike nuk është pengesa e vetme për këta qytetarë. Pjesa më e madhe e tyre i përkasin komunitetit rom dhe egjiptian. Ndaj për fat të keq, ende sot, kur mendojmë se janë thyer disa barriera, ata përballen çdo ditë me sjellje raciste. Mund kem kontaktu me 30 ose 40 vet, edhe na diskriminojnë, na thojnë ju nuk i paguni qerat, ju nuk keni njerëz normal, edhe me pyesin mu çfarë je racë bardh apo rome, direkt sa çkoj për me kërku shtëpi. Na nxjerrin na dakord, po na strehojnë direkt. Ti tham krejtorit, e këta
qaj kytën. A mune me ne t'jash me A mund të rijosh me fëmijën? Nuk se ne kam operacion, unë me këtë foshë mund të rijash, nuk mundem. Kytë kam invalide, me shtyllë kërizore me edhe reskale i koton. Kryetarit që të mdimojnë me spirit, që s'kam ku të shkoj, jam veti gjashti pa punë pasi sen. I kena shku kryetarit, të hikë thot, që s'kam që të ndimoj, thot. Jena pa asiloj nimet jena, poplit. Asiloj nimet përgjigje poplit, Mother, jo. Që keni si përdisi? Jeni zaptu së përone, më zbërtisti. jena zërrego, jena 33 vjet aty. Aplikoni për bonus. Nuk kam mundësi, kush ka? Na pranojnë familje. Nuk ka për kujt fëmijëve Ka marr. mundësi me shku aty. Jena tash 5 ditë për shtëpia. Thonë nuk na japin shtëpinë. S'ka shtëpia më të Po që të bëjmë me për Jena tash 5 ditë. Po jam me i fmi një mujsh. Unë do të gjeni shpinë me Po gjëra. që të shi ti bam gjerë jashtë. I dam 6 muj për herë. Lek i 100.000 lek. 6 muj për herë. 100.000 lek si jetu në anim shtetje për qera. është 300.000 lek me qera shtëpia. Bonusi i qiras nuk është as pak zgjidhje për këta fatkeq. Së pari, shifra që banorët pretendojnë se u kanë ofruar është qesharake dhe pa mjaftueshme për një banesë. Së dyti është për një afat shumë të shkurtër që nuk i ndihmon as pak këta familjar me 100 probleme ekonomike mbi shtëpinë. Po pati mundësi, ka dhe pallatet ku janë ndërtu pallatet e tërmeteve, nas po ja kërkojmë me naj fol. Na futen pallatet tërmeteve, po i paguajmë me kredit but. Nas kena ku i nxjerrën fëmijët në rrugë, sepse pothuajse gjithë dikush punojnë pastruese, dikush punojnë beton, dikush pothuajse shumica janë atë pa siguruar. Nuk kena mundësi se s'kena as rroga. Na prej varfërisë, prej hallit hym fillim këtë ndërtesë, na tan kena investuar, tan kena shpenzuar, se kena shpenzuar për mi rrit fëmin me aq mundësi sa kena pas me rregullu me punu këtu. Biles vitet e fundit u mundu me shpenzuar dhe më shumë me mendjen se tashmona s'do të vizim më prej këtu. Se këtu vetëm mure kanë qenë, na kena jetuar në mënyrë ekstreme. Fillimisht ndoshta kena vu vetëm plasmos. Në më shumë se 3 dekada, me dëshirën për të patur një jetë sa më komode, e gjithashtu me shpresën se këto shtëpi do të bëheshin përfundimisht të tyre, banorët kanë investuar rregullisht aty. Kur kam marrë në fillim unë, edhe terracën e kam hedhë ziftin vetë. Derë s'ka pas, dritare s'ka pas, lagështin edhe ujë direkt këto. Po zotën, pa thamë shumë, 20 milion lek janë edhe këtu. Tash në verë, që kemi punu në Shëngjin, që kam vitu për 3.400 euro, kam bërë rregullimet e shtëpisë, isolime, kam bu dyrë, kam bë gipsat, to ka kem pa dyrë, pa drejtare komplet. Këta mure unë i kam bë vetë, me borgje, me bangun, jam alon në bank, s'jam shly banken. A jem thot t'jep kredit but. Unë me bë 700.000 letra, mund si më jep kredit but, si jam pa punë komplet. Për gjitha këto investime bashkia nuk ju ka thënë gjë? Asi se në botë, ne na ka thënë vesh me qëra, na kombeso shpenzimet që kemi bën, i kemi thënë. Pse keni hyrë thot mran? Kemi hyrë si ton tjerë, si jena të partë. Kush na thot këtë? Ne kryetar aty thot, mos ti kishin bë shpenzimet. Ti pse më kiloni bë shpenzimet, i kam thënë. Mos më kishe lënë. Edhe këta nuk kanë reaguar. Ja, nuk kanë reaguar. Absolutisht, i kemi bën. Si keni u rrit fëmijët, tu martu fëmijët. Kena savatu, e kemi bo me këshu peshkut, sepse është shumë lakështi, edhe këte e kemi shtru vetë, aq mundësi sa kena pas. Vetëm një dhomë ke pasur? I deri, i tu ka ke, edhe kam kena pas për jashtë. Një tualet vogël për jashtë krejt. Dhe kjo që e kena shtu, se s'kam pas kare. 4 fëmijët e mi, këtu i kam rrit. Jam non e vujtme, gjithë jetën me një dhomë, kena në gjithë jetën. Jo me këta merren. Me kanaçe, heka, qa më gjejtu, baza shumë. Je krye familjare apo keni? Po, kam 3 kalamajt. Buri më ka baktisja shtetit mua, ka gjithë kur jetë, s'kam të marrë kur punë. Sa mund të marrësh nga shitja e këtyre që mbledh? Sa i 120.000 lekë varë, si kur të mbledhi unë, nuk është se sa kile më të bëj kanaçe, heka. Dhe ti 120.000 lekë në muaj mban veten, familjen, fëmijët? Po, 3 kalamajt vjerën, pet. Vetëm ti punon? Po, gjatë sezonit veror shkoj puno Shëngjin, në zes pastruse. Qatë kërkojmë ta me pastru kështu në për shtëpia. Jam shumë keq muta. Jam shumë keq. Unë nuk kam lek me marrë shtëpi me qëra. Askush nuk është kundër investimit që Bashkia Lezhë ka vendosur të bëjë në shërbim të interesit publik. Por nga ana tjetër, kjo kategori personash kërkon një zgjidhje
sepse së pari janë banor të këtij qyteti, të barabartë me të tjerët, dhe së dyti, koha shumë e gjatë e qëndrimit në këto ambiente i favorizon për të vënë në krye të listave të pastreve. Ne interesohemi në emër të familjeve që jetojnë të ndërtesat mbrapa katedrales, të cilat keni kërkuar t'i largoni. Po, unë do të lutesha shumë që të bani një kërkesë tek bashkia. Herë ju do t'i strehoni po thoni absolutisht, na strehojmë të gjitha familjet që ngelin pa pastre. Për sa kohë do t'i strehoni? Tani gjitha këto përgjigje të përfundimtare të i merrni. Ju i keni gjithsesi. Këto përgjigje të lutem do t'i merrni te bashkia. Po këtë nuk të lutem, këtë nuk e di. Unë këtë nuk e di. Unë di që këto familje, në momentin që ju ka shku shkresa nga bashkia, i kemi ftu që të vinit paraqiten pranë zyrës së strehimit social, që të bëjnë kërkesat, që të fusen ose të kreditë buta ose të bonus siçeras. Mendoni që është zgjidhje kjo? Tani duke qenë nga kushtet që ata mundohen të përballojnë. Si është në gjykimin tuaj? Okej, tani në gjykimin tim mund të dhash të gjitha përgjigjet njerëzore. Për sa kohë do t'i strehoni? Të lutem, a mundesh bësh një kërkesë të marrësh si përgjigje të sakta? Nuk mund të jepni asnjë përgjigje tjetër. Jo, nuk është vendosur apo nuk e keni, nuk doni ta jepni. Unë të lutem do të thash të jap përgjigje për gjërat e tjera që të interesojnë. Ty bën një kërkesë me shkrim dhe të vihen në dispozicion të gjitha dokumentat. Po jemi transferuar dhe për kushtet për t'u informuar dhe për të gjetur një zgjidhje. Absolutisht. Jo një zgjidhje të përkohshme është ideja. Absolutisht, dhe unë me beso se për një gjë shumë madhore më të mirë po bëhet kjo gjë. Momentalisht kemi një numër shumë të madh të moshuarve që Bashkia Lezhës e ka pas të pamundur për të pas një qendër me dinjitet siç e meritojnë të moshuarit. Absolutisht, por edhe kjo kategori që jetojnë aty nuk duhen hedhur në rrugë. Jo, s'ka shanse të hedh Bashkia në rrugë. Drejtoresha nuk na dha asnjë përgjigje të vlefshme. Ndoshta një zgjidhje mund të na jap ai që ka firmosur vendimin. Kryetari Pirin Dreu. Përse keni vendosur të nxirrni në rrugë familjet që jetojnë pas katedrales? Të nxjerrim rrugë? Po. Po kush ta tha se të nxjerrim? Sepse është një vendim që i keni kërkuar të lirojnë banesën. Po ju kemi thënë hajde aplikoni për bonus qeraje. Ata kanë vite që jetojnë aty, asnjë kryetar bashkie i Lezhës deri më sot nuk i kanë nxjerrë, ndërsa ju po e bëni. Do bëhet një qendër moshës tretë. Po. Investim 2.3 milion euro. Që të shërbejë një kategori të caktuar sociale. Po këta banor? Këta banor do disponojnë me bonus qeraje dhe për një vit. Dhe janë të trajtuar, të hapur të trajtohen me kredit buta. Për një vit okej, po pastaj ku të shkojnë? Sa ata s'kan mundësi të paguajnë qira apo të blejnë një shtëpi. Kanë fëmijë të vegjël, kanë investuar gjithë jetën aty dhe ju e dini shumë mirë. Nuk mund të bëhet një gjë. Kërkoj nga ju që të merrni parasysh kërkesat e këtyre banorëve dhe mos i rëndohet më shumë jetesa. Po me që ke arti dhe i morën. Tani nuk mendoj që jeni kushte për të bërë ironi, po është më mirë të jepni një zgjidhje. Të lutem mos më shty, se kjo është shumë e pahishme. Po hyn mbledhje. Zoti Ndreu çfarë? Është pahishme nga ju që vjen në mënyrë të palishme. I del tjetër fare. Thjesht ju pyes. Po të lutem tash. Bani një përgjegjësi dhe të jepni një zgjidhje qytetarëve tuaj. Të dhash shpjegim shtetërus. E kuptoj, po për banorët çfarë do të bëni për qytetarët? Për banorët do disponohet me bonus qeraje, do bëhet investim. Ju lutem, gjeni një mundësi tjetër strehimi, se janë me fëmijë të vegjël. Zojnë strehen me bonus qeraje. Po për një vit, vetëm për një vit. Është janë zgjidhje përfundimtare kanë uzurpu objekte shtetërore. Kjo vjen nga që nuk kanë mundësi. Kanë uzurpu objekte shtetërore. Kjo vjen nga që nuk kanë mundësi. Në shtëpiat e tyre. Ju si kryetar bashkie. Nuk nga shtëpiat e tyre, po nga objekte shtetërore. Po duhet të jepni një zgjidhje, sepse prandaj kanë bërë se s'kan pasur mundësi. Zoti Ndreu. Na jena për zhvillimin e qytetit, por nuk jena për të na hedhur në rrugë, se jemi 15 familje si kem 34 vjet se jetojmë këtu, edhe nuk dim se ku me shku. Na jena shtetas ti veni. Na kena votu këta persona si të na drejtojnë, e jo të na hedhin në rrugë. Janë afgan të tjerë që kanë ardhur, jena shumë plumtur kur i strehojnë ata, u jepin me hëngër aty nëse janë njerëz, se ja u dim hallin si jena të lodhën vet. Por na jena edhe na shtetas ti veni, duhet na strehojnë edhe ne. Po kërkojmë vetëm drejtën tonë, nuk po kërkojmë na mshirojnë. Na japin streh. Ato se na takon.